Komuna e Preshevës, pikërisht Drejtorati për Inspekcion dhe Endi për Shëndetësi Publike në Vranj, nga dita e nesërme nga ora 18 deri në ora 21 të mbrëmjes, në të gjitha vendet publike me sipërfaqe të gjelbërta në stacionin e korridor të komunës së Preshevës, realizon aksionin dezinsektimet preventive zhdukja mushkënjeve të mëdha. Dezinsektimi preventiv realizohet me qëllim të zhdukjes së mushkënjeve të mëdha në vendin e basisë lokale të stacionit e korridor të komunës së Preshevës, në të gjitha sipërfaqet e gjelbërta publike, duke përfshirë edhe hapësirët e qendrës pranuese tranzitit të Preshevës, dhe atë me qëllim të mbrojtjes së shëndetit të banorëve nga sëmundjet ngjitëse. Dezinsektimin do ta kryejë Departamenti i Punëve për Dezinfektim, Deratizim dhe Deinsektim i Endit për Shëndetin Publik të Vranjës dhe Endi për Biocid dhe Ekologji Medicinale të Beogradit. Enver Aliu, drejtori i Inspektoratit në Administratën Komunale të Komunës së Preshevës për Radio Televizion e Ardhi tha se ky dezinfektim do të bëhet me qëllim të zhdukjes së mushkënjeve të mëdha, pikërisht sëmundjeve të malarës. Domethënë me kërkesë të Ministrisë së Shëndetësisë, këtë rast të Inspektorit Sanitarisë rrethit të Pçinjës, ditë më parë domethënë kemi marrë një vendim për kinse domethënë është paraqitur sëmundja apo është bërë transformimi i sëmundjes së malarjes, gjithsesi në kampin e pranimit në stacionin e korridor, me kërkesë domethënë të Ministrisë, siç e ceka edhe më parë, të bëhet dezinfektimi i komplet stacionit e korridor, gjithsesi rrugës nesër domethënë me datë 23, ditë e premte, fillon prej ora 6 deri në ora 9, domethënë përfundon dezinfektimi, domethënë bëhet nga Enti për Shëndetësi të Vranjës. Domethënë është lajmërim, domethënë lajmërohen të gjithë qytetarët e stacionit e korridorit që nesër domethënë bëhet dezinfektimit preventive apo zhdukja e mushkënjeve. Ai po ashtu bën apel tek popullata e kësajane që të kenë kujdes të shtuar gjatë dezinfektimit të mushkënjeve në hapësira delbruese nga ora 18 deri ora 21 të mbrëmjes. Unë apeloj që nesër me datë 23/9, domethënë prej ora 6 mbasdite deri ora 9 mbrëmje, të gjithë qytetarët domethënë shfrytëzoj rastin dhe bëj apel që mos ju afrohen domethënë kamionit i cili bën dezinfektimin gjithsesi në rrugën Vaso Smajević, Preshevske Brigade, shkolla Vuk Karadžić dhe në kampin e pranimit në qendrën e stacionit e korridorit.